Bypassi i rrethit të Vlorës, i cili do të kushtoj 62 milion euro me një financim të Bashkimit Evropian, do të nisë pikërisht në këtë pikë, në kodra që ndodhen pas shpinës time. Ai do të filloj me një rrethotullim që do të lidhë atë me autostradën Levan-Vlorë për të vijuar pastaj shtrirje në 27 kilometrat e tij, duke nisur nga Pusi Mezinit në fshatin Babit për të kaluar në fshatin Kanin, radhim 36 dhe më tej për të përfunduar në Orikum. Ky bypass, i cili do të finalizojë kështu infrastrukturën rrugore nacionale në rrethin e Vlorës dhe atë rrethuese, do të shkarkojë definitivisht trafikun e shumë që penalizon qytetin e Vlorës në periudha të fluksit, sezoni turistik apo edhe gjatë festave. Rrjeti i rrugës kombëtare në veri të qytetit të Vlorës aktualisht po zhvillohet me ndërtimin e rrugës së dyfisht me 2 garexhata. Bëhet fjalë për bypassin e Vlorës. Segmenti më i afërt midis Levanit dhe Vlorës është tashmë përfunduar dhe do të lidhet me këtë bypass me anë të një rrethrotullimi. Në rrethinat jugore të Vlorës, rruga ekzistuese me një korsi përgjatë bregut është optimizuar në mënyrë të konsiderueshme, jo vetëm për të përmirësuar aksesin nëpër qytet, por gjithashtu për të kontribuar në zhvillimin e turizmit duke ofruar akses më të mirë në plazhe dhe në qendra pushimi. Bypassi i ri do të ofrojë gjithashtu një rrugë alternative për në Sarandë, lidhja më e mirë me të cilën aktualisht është një rrugë e gjatë, tepër e gjatë drejt Tepelenës. Bypassi i Vlorës do të ketë një gjatësi 29 km me 2 korsi me gjerësi respektive 2.73 metra dhe her pas here ku ka malore edhe me 3 korsi. Në të do të përfshihen gjashtura të cilat variojnë nga 20 deri në 30 metra me mure mbrojtës, do të gërmohet 1.8 milion metër kub, materiale prej të cilave 1.3 milion metër kub do të jenë shkëmbë dhe do të përdoren 700.000 prej tyre për mbushjen e bazamentit të aksit. Kosto e rrugës llogaritet 2.1 milion euro për kilometra, ndërkohë investimi total ka të bëjë me 52 milion euro për ndërtimin e rrugës dhe 10 milion euro shpronësime. Drejtoria e përgjithshme e rrugës së Shqipërisë ka përgatitur gjithashtu dhe bërë publike dhe vlerësimin e ndikimit mjedisor dhe social për ndërtimin dhe vënien në funksion të bypassit të Vlorës. Ky studim përmbush kërkesat e rregulloreve shqiptare mbi vlerësimin e mjedisit dhe kërkesat e performancës nga Bergj. Ai përshkruan veprime që ndërmerren për të parandaluar e kontrolluar ose më mirë zbutur ndikimet potenciale dhe për të bashkëpunuar me grupet kryesore të interesit. Bypassi i Vlorës pritet të fillojë punimet këtë vit, ndërkohë që afati përfundimit të tyre do të jetë 2 vjet e gjysmë.